Çmimi I rrymës do të shtrejtohet nga 1 janari me disa denar. Kryetari I Komisionit Rregullator për Energjetikë, Marko Bislimovski, informoi se për bllokun e parë, çmimi I energjisë elektrike do të rritet për 2.45%, për bllokun e dytë do të rritet për 2.87%, për bllokun e tretë do të rritet të 3.32%, ndërsa për bllokun e katërt për 3.84%. Për tarifën e lirë, Komisioni Rregullator për Energjetikë ka vendosur një rritje prej 2.50%. Bislimovski tha se kërkesat që kishin ardhur nga Evono Home ishin për rritje mbi 8% në bloqe të ndryshme tarifore. 63.86% e anvisërive kanë konsum vetëm në blokun e parë dhe në një tarif të lirë. Kjo është 517.400 familje, 20.97% ose 169.900 anvisëri kanë konsum në blokun e parë dhe të dytë, ndërsa 1.73% e familjeve kanë konsum në të tre bloqet. Pavarësisht uljes së mëparshme të tarifës së rrjetit me 4.96%, tarifa prej 200 denarësh mbetet pjesë e faturave. Ndërkaq, Bislimovski sqaroi se për familjet që konsumojnë më pak, efekti do të jetë I kufizuar. Për një anvisëri që ka konsum vetëm në blokun e parë prej 210 kWh, fatura mujore rritet me 57 denar. Për anvisërit me konsum në blokun e parë dhe blokun e dytë, fatura rritet me 70 denar. Komisioni theksoi se modeli tarifor I bllokut mbetet I pandryshuar me qëllim mbrojtjen e familjeve me konsum më të ulët, ndërsa kostot më të larta do të vazhdojnë të nënkuptojnë çmime më të larta të energjisë elektrike.